Forcë ma shumë shqiptare si ti vlla. Ti e lume, nuk e kulturë shqiptare. Luftoj për Shqipërinë vlla, jo si ti. Ti do më zhvat Shqipërinë vlla. Ti do më zhvat Shqipërinë vlla. Sa herë mund të vjen nga Shqipëria ti? Atëherë, ky është një diskutim i vjetër në Big Brother. Pra, e filloj me ti e lumër, ti e anti-shqiptar, sa gjoba ke ti pa pagu në Shqipëri, unë jam shqiptar, ti gjuna që flet shqip. Pra, janë disa terma që më thënë drejtën i kanë hyjë kot këtij sporti, sepse as Mateo as Rogerti nuk kanë hyjë aty me përfaqësu as Shqipërinë, as shqiptarin, as sjelljen shqiptare, as traditën, as një gjë. Kanë hyrë me përfaqësu vetë në vetë. Dhe nuk e vendos asnjëri as tjetri se kush me qenë shqiptar apo jo. E vendosin genet, e vendos familja, prejardhja e kështu me radhë. Pra, është një debat shterp, po kjo tregon se banorët tashti aty kanë hyrë në një fazë boshllëku, në një fazë shkretëtire, mendimesh, dhe po sulmojnë njëri tjetrin me gjëra pa lidhje. Pra, ti thush tjetrit je anti-shqiptar dhe gjuna që flet shqip, domethënë është sikur të pretendosh që ti përfaqëson gjithë Shqipërinë. Jo vlla, jo, unë nuk ndjehemi përfaqësuar nga asnjë aty. Unë përfaqësohem nga vetja ime, ata që janë aty brenda përfaqësohen nga vetja vet dhe përfaqësojnë vetëm veten e vet. Dhe as Shqipërinë, as traditën shqiptare, as gjuhën shqipe, asnjë gjë nga këto. As Elbasanin, as Shkodrën, as Lezhën, as Beratin, asnjë gjë. Përfaqësojnë vetëm veten e vet. Kështu që ky është një bisedë, domethënë ky është një debat shterp pa lidhje.